Korça ka nisur përgatitjet për një nga ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit veror, festën e birrës, e cila këtë vit shënon 20 vjetorin e saj. Pas 2 dekadash organizimi, eventi që ka kontribuar në promovimin e qytetit si një destinacion turistik dhe kulturor, vjen me një risi të rëndësishme. Për herë të parë, aktiviteti do të zhvillohet në Polin e Jugut, hapësirën e re të ndërtuar për organizimin e eventeve me përmasa të mëdha. Bashkia e Korçës e konsideron këtë edicion një moment kulmor në historinë e festës, duke synuar të presë edhe më shumë vizitor nga i gjithë Shqipëria dhe vendet fqinje. Në një intervistë për CNA TV, nënpryetarja e Bashkisë Korç, Benila Themeli, tha se 20 vjetori i festës së birrës përfaqëson një moment të veçantë për qytetin, pasi për herë të parë eventi do të zhvillohet në Polin e Ri të Jugut, hapësirë dedikuar për organizimin e aktiviteteve të mëdha. Festa e birrës shënon 20 vite dhe për Bashkinë e Korçës është një moment shumë i rëndësishëm, jo vetëm se është 20 vjetor, po sepse për herë të parë festa e birrës në këtë përvjetor të rëndësishëm vjen në Polin e Ri të eventeve, që është një nga investimet më të rëndësishme të Bashkisë të Korçës, i vetmi i këtij lloji në Shqipëri, për organizimin e eventeve të përmasave të mëdha si Festa e Birrës. Sipas saj, Festa e Birrës është kthyer ndër vite në një prej ngjarjeve që kanë ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë lokale. Ajo thekson se rritja e numrit të vizitorëve dhe zgjerimi i përmasave të aktivitetit kanë bërë që Korça të identifikohet gjithnjë më shumë si qyteti i eventeve. Vim dhe me një krenari tjetër sepse për herë të dytë nga Ministria e Turizmit, Festa e Birrës meritoi çmimin si eventi më i madh në Shqipëri, çka do të thotë që në këtë rrugtim 20 vjeçar, fillimisht me filozofinë e krijimit të një drejtimi të veçantë turizmi, Korça qyteti i eventeve, dhe sot si një destinacion tashmë i konfirmuar turistik, Festa e Birrës dhe Korça ka rrugtuar bukur. Pra ka shtuar numrin e vizitorëve, ka rritur përmasat e eventeve. Autoritetet vendore presin që edicioni jubilar të shënojë kulmin e sezonit turistik, ndërsa Poli i Jugut synon të shndrohet në qendrën kryesore të organizimit të aktiviteteve të mëdha jo vetëm gjatë verës, por gjatë gjithë vitit. Dhe për këtë vit ne parashikojmë që Festa e Birrës të kulmojë sezonin turistik në një zonë të re, e cila jo vetëm në këtë moment të vitit, me cilin po promovohet, por dhe në momente tjera, qoftë në dimër apo edhe në verë, do të shënojë evente të mëdha që do të mbledhin jo vetëm korçarët edhe banorët e këtij rajoni, por krejt shqiptarët apo edhe banorët e shteteve tjera përreth. Një tjetër element që veçon këtë edicion është infrastruktura e re e krijuar për zhvillimin e eventeve masive. Sipas themelit, Poli i Jugut ofron akses më të lehtë për vizitorët, hapësira parkimi dhe transport publik, ndërsa shmang ndikimin e zhurmës në zonat e banuara të qytetit. Zona e re Poli i Jugut krijon një mundësi të madhe për evente të përmasave të mëdha, është shumë afër qytetit, po njëkohësisht edhe larg, çka do thotë lehtësisht e aksesueshme nga qytetarët, me zona të dedikuara parkimi, me transport publik të vënë në dispozicion të qytetarëve, si edhe me një mundësi për të mos krijuar zhurmë apo ndotje akustike në qytet, duke krijuar një komoditet edhe për banorët e Korçës, të moshave tjera që nuk do të jenë pjesë e eventit. Me një histori 20 vjeçare, Festa e Birrës është shndruar në një prej markave më të njohura të Korçës dhe një prej aktiviteteve që tërheq çdo verë 10 mijëra vizitor. Bashkia e Korçës synon që edicioni jubilar të jetë më i madh i organizuar deri në sot, duke e konsoliduar edhe më tej qytetin si një destinacion të rëndësishëm të turizmit dhe eventeve në Shqipëri. Benila Themeli shprehet se investimi në Polin e Jugut do të krijojë mundësi për zhvillimin e aktiviteteve të mëdha edhe në të ardhmen, duke kthyer këtë hapësirë në një pikë referimi për jetën kulturore dhe artistike të qytetit. Vim shumë entuziast në këtë përvjetor të 20, në një festë që tashmë është kthyer në simbol të verës në Korçë, në simbol të verës shqiptare, si eventi më i bukur veror dhe më i madh veror në Shqipëri, por njëkohësisht edhe me suksesin e një rrugtimi 20 vjeçar të turizmit që ka njohur vetëm rritje. Edicioni i 20 i Festës së Birrës pritet të mbledhë në Korçë 10 mijëra vizitorë nga Shqipëria, rajoni dhe mëgjerë, duke konfirmuar edhe një herë rëndësinë e këtij eventi në promovimin e turizmit, kulturës dhe traditës së qytetit. Me zhvendosjen në Polin e Jugut dhe me një program të pasur artistike argëtues, Bashkia e Korçës synon që jubileu i këtij viti të jetë edicioni më i suksesshëm i organizuar deri më sot, duke e forcuar më tej identitetin e Korçës si qyteti i eventeve dhe një prej destinacioneve kryesore turistike të vendit.